Iftari është e njëjta dispozitë sikurse syfyri është një sunet i fortë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëhet iftar dhe kjo bëhet në momentin kur perëndon dielli dhe është sigurt që perëndon dielli dhe këtë siguri neve tashmë në kohën bashkëkohore e marrim përmes institucioneve përgjegjëse të cilat janë tek ne Bashkia Islame e Republikës së Kosovës. Kemi takimin zyrtar dhe ajo për neve është padyshim fjala e fundit. Fjala e fundit ose është ai gjykimi i prerë pra në aspektin e ibadetit. Andaj iftari është gjithashtu një bereqet i madh dhe është një begati e madhe që ne si ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi pajisur me të, edhe tek iftari është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e iftarit ka bërë dua kur ka ardhur iftari dhe të njëjtën kohë e ka prishur iftarin me rutab, janë disa hurma të njoma, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë mund të përdoren hurma të thata, temrat që konsiderohen në terminologjinë fikore, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë me ujë, e në qoftë se s'ka mundësi atëherë me llojet e tjera të ushqimit të cilat janë të lejuara. Padyshim.